Vardari po përballet me një problem të madh dhe serios, madje edhe me rrezikun e përjashtimit nga garat evropiane për shkak të kontratave të dyfishta dhe kontabilitetit të dyfisht. UEFA kishte hapur procedurë pas ankesës së dy ish futbollistëve Darko Glišić dhe Martin Blaževski lidhur me nënshkrimin e kontratave të dyfishta. I gjithë procesi ka zgjatur 10 muaj. Procedura e UEFA-s kishte të bënte me kontrata të dyfishta të falsifikuara dhe mbajtje të dyfisht të kontabilitetit. Glišić dhe Blaževski kishin nënshkruar kontrata të dyfishta, gjë që është rreptësisht e ndaluar. Në fund është arritur marrëveshje me UEFA-n që Vardari të paguajë një gjob prej 250.000 eurosh dhe të jetë nën monitorim të shtuar. Nëse gjatë 3 viteve të ardhshme klubi e përsërit këtë shkelje, do të pezullohet nga garat e UEFA-s. Këto veprime sipas Vardarit janë kryer para ardhjes së drejtuesve të rinj në sezonin 2023-2024. Njoftohet se klubi ka nisur procedurë kundër autorëve të panjohur për kryerjen e këtyre aktiviteteve të jashtëligjshme.